Çfarë i ndodh trupit tonë kur teshtimet 3 herë rresht do befasoheni? Shkencëtarët japin arsye se çfarë i ndodh trupit kur teshtini dhe pse ndodh teshtima. Shkencëtarët shpjegojnë se teshtima është një nxjerrje e fuqishme e ajrit nga mushkëritë për shkak të një presioni më të madh se 160 km/h dhe nxjerr jashtë 2000 deri në 5000 bakterie që ndodhen si pasojë e alergjive ose iritimeve të caktuara. Ndodh që të teshtima mund të jetë edhe infeksion i rrugëve të frymëmarrjes, nga i ftohti, alergjitë ose iritimet të ndryshme. Pikërisht në këtë nervi trigemin i ndarë nga fibra të ndjeshme mund të shkaktojë edhe një nxitje të teshtimës. Nëse e mbani atë mund të shkaktojë edhe probleme edhe çarje të mushkërive. Ekspertët këshillojnë që nëse ju vjen për të teshtuar, lirojeni veten dhe shtyni sa më shumë të mundeni në mënyrë që të largoni të gjitha pluhurat dhe mbetjet që shkaktojnë alergji. Por nëse teshtini më shumë se 3 herë për njerëz, kjo do të thotë praninë e një alergjie të madhe që trupi ka nevojë ta largojë.